Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thuaj një lëm të mirë syzeve me këtë recet çuditëbërëse që mund ta bëni në shtëpi. Humbja e flokëve dhe shikimi i dobët janë probleme të cilat vijnë si pasojë e procesit të plakjes dhe fatmirësisht ka mjekime të cilat munden të ndihmojnë në ngadalësimin dhe parandalimin e tyre. Konsumimi një përzierje me përbërësit e duhur do të bëjë që flokët tuaj të rriten shumë më shpejt. Dhe gjithashtu do të përmirësoj dukshëm shikimin tuaj. Sot ne do t'ju tregojmë një ilaç i cili do të përmirësoj shëndetin tuaj. Përbërësit janë 3 thelpi hudhër, 4 limona, 200 gram vaj i farave të linit dhe 1 kilogram me mjalt. Përgatitja: filloni me heqjen e lëkurës së hudrave. Pasi të ketë mbaruar, merrni aty limonën dhe hudrat dhe përzieni së bashku. Shtoni më pas mjaltin dhe vajin e farave të liri dhe i përzieni derisa të merrni një përzierje homogjene. Hidheni përbërjen në një kavanoz dhe më pas mbajini atë në frigorifer. Konsumoni një lugë gjelle 3 herë në ditë gjysmore para se të hani vaktet tuaja. Ky ilaç bën mrekulli për flokët dhe për shikimin. Provojeni dhe ju do të shihni rezultate të mahniqme. Si të forconi shikimin me këto super ushqime? Specat e kuq gogozhare. Specat e kuq sigurojnë shumë vitaminë C, një lëndë ushqyese kjo e mirë për enët e gjakut në sy. Studimet kanë treguar se ajo mundet që të ulë rrezikun për zhvillimin e katarakteve. Vitamina C gjithashtu gjendet edhe në disa fruta dhe perime si për shembull lule lakër, papaja dhe njëkohësisht lule shtrydhe. Specat janë gjithashtu të pasur edhe me vitamina A dhe E, po ashtu shumë të rëndësishme për syt. Farat e lule diellit dhe frutat e thata. Një grusht me këto fara ose bajame siguron gjysmën e dozës së vitaminës E që mund të marrin të rriturit çdo ditë. Një studim ka zbuluar se vitamina E së bashku me lëndë të tjera ushqyese mundet që të parandalojë përkeqësimin e degenerimit makular të lidhur me moshën. Mundet që të parandalojë dhe kataraktin. Fistikët, kikirikët dhe lajthit dhe gjalpi i kikirikut janë gjithashtu burime të mira të vitaminës E. Perimet jeshile, spinaçi, kale dhe sallata jeshile janë njëkohësisht të pasura me vitaminën C dhe E. Këto perime kanë në përmbajtje të lartë edhe karotenoide si për shembull lutein dhe zeaksantin. Këto forma me bazë bimore të vitaminës A ulin gjithashtu rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të syrit të cilat lidhen pikërisht me moshën, si kataraktet apo degenerimi makular. Salmoni. Retinat kanë nevojë për 2 lloje të acideve yndyrore omega 3 që të funksionojnë pikërisht ashtu siç duhet. DHA dhe EPA. Mund t'i gjeni këto të dyja tek salmoni, tuna dhe gjithashtu trofta si edhe produkte të tjera të detit. Këto lëndë ushqyese mbrojnë gjithashtu shikimin nga sëmundje të tilla si glaukoma apo degenerimi makular i cili është pikërisht i lidhur me moshën. Patatet e ëmbla. Frutat dhe perimet në ngjyrë portokalli si patatet e ëmbla, karrota, mango dhe piepri dhe kajsit janë gjithashtu të pasura në beta-karoten, një formë e vitaminës A e cila gjithashtu arrin që të mbrojë shikimin dhe ju ndihmon të keni një shikim të mprehtë gjatë natës. Një patate e ëmbël siguron gjithashtu më shumë se gjysmën e dozës së vitaminës C që ju nevojitet çdo ditë dhe pak vitaminë. Mishi pa djam dhe gjel deti. Zinku gjithashtu ndihmon në kalimin e vitaminës A nga mëlçia në retin ku përdoret për të prodhuar pigmentin mbrojtës me melanin. Gocat e detit janë ndër ushqimet
më të pastura me zink, megjithatë mundet ta përfitoni këtë mineral edhe duke konsumuar produkte të tjera si për shembull mish pule, mish viçi, mish derri e të tjerë. Preferoni një dietë vegetariane me pak yndyrra dhe të lartë në fibra për ta mbajtur shikimin tuaj të mprehtë dhe parandaluar zhvillimin e sëmundjeve të zemrës të lidhura pikërisht me moshën. Bizelet, fasulet, thjeshtat gjithashtu janë të pastura në zink. Atëherë, juve do t'ju duhen vezët. Ato janë një burim i mirë mineralesh dhe vitaminash dhe një prej këtyre mineraleve është pikërisht zinku, i cili e ndihmon trupin tuaj që të përdor luteinën dhe zeaksantinën nga e verdha e vezës. Ngjyra e verdhë në të portokalle këtyre përbërësve parandalon dëmtimin e retinës gjithashtu nga dritat blu të dëmshme. Ato nga ana tjetër ndihmojnë edhe në shtimin e pigmentimit mbrojtës tek ajo pjesë e syrit e cila kontrollon vizionin qendror. Kungulli, trupi nuk mund të prodhojë vetë luteinën dhe zeaksantin, prandaj ju mundet që t'i merrni nga këto produkte bimore dhe shtazore të pasura me këto lëndë ushqyese. Kungulli është një prej këtyre produkteve, ai është i pasur gjithashtu me vitaminë C dhe me zink. Brokoli dhe lakrat e Brukselit. Këto perime janë gjithashtu të pasura me një sër lëndësh ushqyese si për shembull vitamina A, luteinë, zeaksantin dhe beta-karoten, vitaminë C dhe E. Të gjitha këto antioksidues mbrojnë qelizat në sy nga radikalet e lira. Vitaminat konsiderohen si mburoja më e mirë e syve. Mungesa e tyre në organizëm shfaq probleme në shikim, por jo vetëm. Problemet e syve mund të shfaqen dhe nga përdorimi i tepërt i aparateve teknologjike, por edhe nga mosha. Vitamina A. Kjo vitaminë është shumë e rëndësishme për sytë dhe përmbajtja e kësaj vitamine në organizëm ndihmon që njeriu të arrijë të shikojë edhe më qartë në errësirë ose në dritë të paktë. Mungesa e kësaj vitamine e dëmton në ndjeshëm shikimin tuaj. Vitamina C. Vitamina C gjithashtu është një vitaminë e cila ndikon në përmirësimin e shikimit tuaj. Studiuesi thonë se prania e kësaj vitamine e ul me 33% rrezikun e problemeve në shikim. Vitamina E. Vitamina E gjithashtu është një antioksidant i jashtëzakonshëm që lufton radikalet e lira të cilat dëmtojnë shumë organet e trupit. Radikalet e lira gjithashtu dëmtojnë proteinat e syrit, të cilat shkaktojnë mjegullim në shikimin tuaj. Ushqyes të cilën ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin e syrit. Zinku lehtëson rrugëtimin e vitaminës A nga mëlçia tek retina e syrit ku njëkohësisht edhe prodhon melaninën. Ky pigment mbron syt nga rrezet ultravjoc. Një ushqyes tjetër tërësisht i nevojshëm janë edhe acidet yndyrore omega-3, të cilat shërbejnë si një mburojë e retinës, por njëkohësisht edhe lehtësojnë qarkullimin e gjakut drejt syve. Gjithmonë sigurohuni që të konsumoni ushqime të shëndetshme dhe nga ana tjetër të konsumoni dhe vitaminat e nevojshme të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të përmirësuar shikimin. Dhe gjithashtu, nëse kjo gjendje juaj është kronike dhe problemet nuk po ju rregullohen, patjetër që duhet të shkoni menjëherë tek mjeku. Këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.